Si të pastroni dhëmbët dhe të largoni erën e keqe nga goja për 5 minuta. Fryma e keqe mund të shkaktohet nga shumë faktorë, por duke filluar nga higjiena dhe deri tek prania e baktereve të caktuara në gojë. Për këtë ju keni nevojë për 2 limona, një gotë ujë të ngrohtë, një lugë çaji sodë buke dhe gjysmë lugë çaji pluhur kanellë. Hidheni në një shishe lëngun e 2 limonëve, kanellën dhe sodën. Shtoni ujë të vakët dhe përzieni mirë të gjithë përbërësit. Përdoreni këtë ilaç për të bërë 2 ose 3 gargara për rreth 1 minutë secila. Kjo gargarë natyrale eliminon frymën e keqe falë vetive të mëdha antibakteriale të kanellës, të cilat sulmojnë bakteret që shkaktojnë erën e keqe. Soda gjithashtu ka veti antibakteriale dhe është gjithashtu shumë e dobishme për zbardhjen e dhëmbëve. Lëngu i limonit ka një aromë freskuese dhe gjithashtu ndihmon në eliminimin e frymëmarrjes së keqe.